20 gusht. Çasti i zgjedhjes. Me anë të besimit, Mojsiu, kur u bë i madh, nuk pranoi të quhet bir i bijës së faraonit, duke parapëlqyer më tepër që të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndis, sesa të ketë një shijim të përkohshëm të mëkatit. Hebrejve 11, 24 deri në 25. Nuk mund të jemi njëkohësisht miq me botën dhe miq me Perëndin. Jakobi 4:4. Ata që përpiqen të ndjekin shtegun mes tyre, herët ose vonë zbulojnë sa e kodë dhe zhgënjyese është kjo përpjekje, që, e thënë me fjalët e Krist Kristofersonit, na bën të jemi një kontradikt e gjallë. Si djali i birësuar i bijës së faraonit, Mojsiu gëzonte pozitë shoqërore, rehati fizike dhe pasuri materiale. Si izraelit, jashtë oborrit të faraonit, atë e priste vetëm mungesa e famës, varfëria dhe skllavëria. Mojsiu e dinte se po të qëndronte në oborrin e faraonit, jeta e tij do të ishte më e mirë në çdo aspekt sipas botës. Ai mund të kishte arsyetuar që kjo do t'i jepte mundësi për të ushtruar ndikim për llogari të popullit të Perëndisë, gjë që nuk do të ishte kurrë e mundur nëse ai do të shkonte dhe do t'u bashkohej atyre. Mirë po Mojsiu nuk qëndroi në familjen e faraonit. Përkundrazi, ai hodhi poshtë privilegjet e qytetarisë në Egjipt dhe u identifikua me një grup të thjeshtë, të përçmuar dhe të shtypur njerëzish, të cilët nuk kishin të drejta politike. Pse? Vallë, pse do të hiqte dorë dikush nga kaq shumë gjëra për të marrë kaq pak? Përgjigja është që Mojsiu e kuptoi se nuk mund të identifikohej dot njëkohësisht me popullin e Perëndisë dhe me egjiptianët. Ai e kuptoi që ose do të ishte një sklav me popullin e tij, ose një kompromisbërës në oborrin e faraonit. Ai nuk mund të thoshte se ishte një izraelit që besonte në Perëndin e paraardhësve të tij dhe njëkohësisht të jetonte si egjiptas. Na thuhet se Mojsiu zgjodhi keqtrajtimin dhe turpin për hir të Krishtit. Hebrejve 11:26. Për hir të atij që vinte nga fara e Evës dhe nga familja e Abrahamit, i cili do t'i përmbushte të gjitha premtimet e Perëndisë për ta. Zanafilla 3:16 dhe 12:1 deri në 3. Llogaria që bëri Mojsiu ishte e njëjtë me llogarinë që bëri afërsisht 1000 vjet më pas apostulli Paul, i cili kishte pikërisht llojin e duhur të prejardhjes, arsimimin, mprehtësinë dhe trashëgimin. E megjithatë, ai tha: po për më tepër edhe i çmoj të gjitha se janë humbje, për shkak të epërsisë së njohjes së Krishtit Jezus, Zoti tim. Filipianëve 3:8. Mojsiu mori një vendim radikal. Atë vendim radikal të cilin mund të kenë nevojë që ta marrin disa prej nesh. Ndoshta prejardhja juaj është disi e ngjashme me atë të Mojsiut. U rritet duke i pasur të përmbushura të gjitha nevojat materiale dhe me perspektivë të madhe në botë. Megjithatë, pavarësisht se kush jemi dhe pavarësisht se nga kemi ardhur, të gjithë përballemi me çastin e zgjedhjes që bëri Mojsiu. A do të jetojmë si miq të botës apo si miq të Perëndisë? Nuk ka shteg të mesëm. A do të jetosh sot sipas standardeve të botës, të qeshesh me shakat e saj, të përdorësh metodat e saj dhe të përqafosh përparësitë e saj? Apo do të qëndrosh me Jezu Krishtin, të ecësh plotësisht kundër rrymës, të ngresh flamurin e Krishtit dhe të rrëfesh me fjalë dhe me vepra që ai është Zot? Ndoshta sot është dita kur për herë të parë, ose për herë të parë pas shumë kohësh, ke nevojë që të jetosh me anë të besimit dhe ta marrësh atë vendim radikal.